Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga David Guetta, Teddy Swims, në rikëthen sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë të programit, 11:08 orë eksakte në këtë momente, në këtë të hënë të datës 10 nëntor 2025. Pra, jam sakt, data shënon 10 nëntor dhe do të flasim tashmë për një gjë shumë interesante, po shija këtë fundjavë që isha në qetësinë time e të shijuarit fundjavën, që lam pas një video shumë interesante në rrjet, që një klinik në Tiranë kishte postuar se si një zonjë ishte rinuar, besoj, më shumë se 10 vite të paktën, fal një trajtimi që kishte bërë, dhe thash ku ka arritur teknologjia, ku kanë arritur trajtimet estetike që tashmë mund të rinohesh pa bërë operacione plastike, por fal vetëm një trajtimi, dhe kanë fjalën konkretisht për klinikën Ayana Clinic, e dëgjuar tashmë në Tiranë për vitesh, e zgjedhur vetëm nga personazhet e shumë publik, por edhe nga qytetarët në përditshmëri, nga shqiptarët anë e mban Shqipërisë dhe jo vetëm. Dhe për të diskutuar për këtë, kontaktohem një herë me Ayana Clinic, me përfaqësuesen e saj sot në program. Gjeni, mirë se vjen në Live from Tirana, Gjeni Pietri, apo jo? Faleminderit, mirë se të gjej. Kënaqësi, si je ti? Mirë, faleminderit, juve mirë? Çfarë është kjo video që ka bërë namin në rrjet, e çfarë është ky trajtimi që të rinon, besoj, më shumë se 10 vite, apo jo? Domethënë thash, jetojmë fatmirësisht në kohëra që edhe me pak kosto, me sa bëra unë pak informacion, mund të rinosh lehtësisht pa përdorur bisturin. Në trajtimi quhet? Trajtimi quhet Plexer. Plexer. Domethënë ta nisim që këtu një herë, çfarë është në fakt Plexer? Atëherë, Plexer është një inovacion i mjekësisë estetike që së fundmi ka bërë boomin dhe përdoret gjërësisht në të gjitha një pjesë të mirë të klinikave në Tiranë. Patjetër që ka të bëjë shumë me anën e një protokolli specifik tek pacientët, por në Ayana Clinic ne çdo pacient kemi protokolle specifike dhe normalisht ky boom i së fundmit ishte vërtet mbreslënës. Kemi marrë pafund SMS edhe urime, sepse në shumicën e rasteve shumë pacient ruajmë normalisht privatësinë dhe kjo zonja na lejoi që ne ta publikojmë dhe aty u pa vërtet trajtimi, efektshmërinë e saj, kështu që ishte gjë shumë e mrekullueshme, le të themi, fiks 10 vite pas 20 vite më thonë shumicat, kështu që ishte vërtet shumë rezultat. Mirë, regjia më ndihmon me plejimin e një videoje që zonja është e shkurtër në fakt, por ka thënë shkurtimisht ndjesinë e saj për këtë trajtim që ka bërë në Ayana Clinic dhe rezultatin i cili ishte mbreslënës. Vetëm më thoni nëse e kemi gati. Okej, e kemi gati, ndjekim pak me audio dhe me video. Bëra trajtimin me aparaturën Plexer dhe të them të drejtën në fillim isha pak skeptike. Por pas rezultatit ndihesha shumë mirë dhe isha shumë e kënaqur. Falenderoj klinikën Ayana dhe Gjeni. Ju falenderit. 10-20 vite më e re, e jam shokuar. Jam shokuar dhe njëkohësisht jam lumturuar që sot njerëzit fal këtyre trajtimeve mund të rinohen në fytyrë, patjetër është kaq shumë e rëndësishme në kohërat që jetojmë. Më flit pak për zonjën në fakt, si rat në kontakt me të. Po, në fakt në periudhën ngushtë, le të themi, zonja ka ardhur për një konsult, dëshironte të kishte një trajtim për fytyrën, po diçka shumë natyrale. I bëra një booster në atë kohë dhe sapo e kam parë, kam thënë realisht ti do vishtash në tetor për të bërë Plexerin. Se normalisht është periudha që bëhet në tetor, domethënë nuk bëhet gjatë verës, kështu që madje jam shumë e kujdesshme për pacientët, është një trajtim që unë e zotëroj tashmë për 5-6 vite dhe normalisht e kam atë, është një ndër trajtimet e mia të preferuara dhe kështu që në momentin që vjen sezoni, pacientët e mi dhe mund të rikontaktoj dhe për të pyetur për ecurinë. Dhe ndërkohë, fiksur ka ardhur tetori, unë e kam marrë zonjën në telefon dhe kam thënë që shiko ka ardhur koha për të bërë Plexerin. Dhe më pas erdhi, e bëm procedurën, çdo gjë shkoi shumë mirë. Ishte edhe një kujdes shumë i mirë nga ana e saj, sepse normalisht ka të kohën e rikuperimit, diku tek 7 ditë, që duhet një kujdes edhe nga pacienti pas. Çdo gjë shkoi shumë mirë edhe rezultatet flasin vetë. Kështu që
Ju e keni publikuar moshën e zonjës, se mund ta themi? Jo, në fakt, por është diku tek, mos them, diku tek 60, 50 dhe tani duket si 40. Domethënë kjo është pak për e sigurt. Rezultati pas trajtimit ishte menjëhershëm, domethënë më trego pak impresionet e zonjës kur e pa veten që kishte ndryshuar. Në fakt po, të shpjegoj pak edhe plekseri. Vetëm kujdes me kabullin që në mënyrë që të dëgjojmë sa më mirë tek dëgjuesi. Rregull. Atëherë pjesa e trajtimit, normalisht rezultati shikohet që në momentin që unë aplikoj. Normalisht plekseri bëhet me anë të harkut plazmatik, krijon një disa mikrodjegje duke stimuluar kështu dhe prodhimin e kolagjenit dhe të elastinës. Dhe në këtë moment realizon dhe një shkurtim të lëkurës. Patjetër që në momentin që ti aplikon, ai lifting natyral duket që menjëherë, por thjesht janë kore që krijohen që do duhen të largohen rreth 7 ditë le të themi, dhe më pas mbas 7 ditëve aty shikohet rezultati final. Që ti e shikon atë lëkurën të re, është një lëkurë e re si bebi themi na, që po duhet kujdesur disi pakës që ta mbrojmë sa më mirë dhe të marrë veten imuniteti lëkurës, por që rezultatet realisht janë direkt mbas ditës së 7 është e menjëhershme. Qartë. Tani Gjeni do më shpjegosh hap pas hapi, nëse unë vendos të vi në klinikën tuaj. Tani unë vi, jam mike asaj klinike që bëj trajtimet e mia, por nëse fjala bie zgjedh të bëj trajtimin plekser dhe zgjedh të rinohem 10 vite ose mund të fare si edhe gjyshën time. Mund të bëj dhuratë për 8 marsin për shembull. Çfarë ndodh? Pra mi përshkruaj të gjitha hapat. Është ky një trajtim që përdoret bisturia, përdoret domethënë anestezia, a është pajisja, pra çfarë ndodh, pra se domethënë nuk kam shumë informacion për këtë, dhe po bëj pak dhe rolin e publikut se dua t'i informoj sa më shumë se e di që ka shumë pyetje. Po, është e drejtë. Ma përshkruaj pak hap pas hapi. Okej. Si fillim normalisht që ne bëjmë një konsult të mirëfillt sepse çdo pacient duhet parë se cilën zonë duhet të trajtohet me plekse dhe problematikën. Pas kësaj hapi, normalisht, siç e shpjegova, pleksi është pa kirurgji, pa bisturi, thjesht me anë të një maje të tij magjike, që i themi si një stilolaps i vogël, pra, që ti punon, po është thjesht një pajisje në Shqipëri dhe mund ta gjejmë në Ajana Klinik. Po. Dhe normalisht, nëse edhe mpirja bëhet thjesht me mpirje lokale, me krempirës ndoshta dhe nuk është se nevojitet, nuk të nevojitet asnjë anestezi apo kirurgji apo prerje, madje rikuperimin për efektin që jep, rikuperimi është shumë i të themi me një kohë shumë të shkurtër. Sepse normalisht ne i futemi ditës së sotme kirurgjisë, që do duhet më shumë ditë, një pagesë shumë e lartë, dhe ndërkohë normalisht kemi edhe shenjat pas kirurgjisë. Kështu që me plekser nuk ndodh kjo. Pra, në plekser nuk ka anestezi, po. Pavarësisht që është e nevojshme për çdo operacion që mund të bëjmë në jetë, por ka dhe ajo efektet e saj, nuk është gjithmonë. Do të nuk është shumë e mirë, por patjetër nëse detyrohemi dyrave të spitaleve do e bëjmë. Nuk ka anestezi, nuk ka bisturi dhe zgjat trajtim? Zgjat rreth 5 viteve. 3 deri në 5 vite, dhe diçka që dua ta theksoj, normalisht edhe pse plakja biologjike le të themi që vazhdon, kjo nuk do të thotë që ne kthehemi në pjesën e siç ishim asnjëherë. Thjesht gjithmonë jemi 10-15 vite më i ri se mosha aktuale. Kështu që plakja vazhdon, po ne të kemi rikthyer tashmë 10-15 vite pas. Që me mirëmbajtje dhe më të vogla më pas do jemi shumë më mirë. Po në klinikën tuaj sa zgjat seanca, do të thënë është vetëm një seancë apo jo? Realisht me pacientët ose me të gjithë që kemi kryer si procedurë është nevojitur një seancë. Mund të ketë shumë raste të rralla që mund të bëhen 2 seanca, por normalisht bëhen me kohën e tyre. Sa minuta mund të zgjasë seanca? Nëse aplikojmë të gjithë zonën e fytyrës, bashkë me mpirje mund të themi 1 orë e 30 minuta. Pra, për 1 orë e 30 minuta mund të rinoni vetëm tuaj 10 ose më shumë vite, 15 apo 20 vite. Në Ajana Klinik, zonë zotrinj, është video virale e momentit, e cila ka ngjallur shumë kuriozitet se si mund të rinohet njeriu kaq lehtë, kaq mirë, por ja që teknologjia dhe kjo pajisje teknologjike që vjen ekskluzivisht në Ajana Klinik e bën të mundur këtë magji. Shkojmë në pak hapësirë marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program se kemi shumë pyetje për të bërë.
Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë nami në Ayana Clinic. Dhe dua të pyes pak Gjeni në fakt përfaqësuesen e saj sot në studio për të na informuar, për të na hapur syt lidhur me trajtimin plekser. Dëgjoj, Gjeni, në fakt shqiptarët kanë dëgjuar shpesh trajtimet që të rinojnë, pra flet shpesh për këtë. Pse duhet i besojmë plekserit, trajtimit të plekserit? Çfarë ka të veçantë trajtimi plekser nga trajtimet e tjera premtuese për rinin në thonjza të përjetshme? Atëherë, kjo është në varësi edhe të problematikës. Normalisht në momentin që kemi shumë lëkurë të tepët dhe rrulla shumë të theksuara, janë shumë pak procedura që mund ta zgjidhin këtë problem. Plekseri përgjithsisht normalisht ka edhe të fokusuar, le të themi, pjesën e shkurtimit të lëkurës që duket menjëherë. Dhe normalisht po këtu janë dhe foto para dhe pas. Fantastik rezultati, ja. Është deri në sipërfaqen të lëkurës. Domethënë me plekser ti nuk dëmton, nuk Pra zonjas aty i kanë ikur rrudhat, është shkurtuar lëkura. I kanë ikur njollat, shoh ka shkëlqim, domethënë sikur nuk e di, domethënë është rezultat i frikshëm në thonjza për mirë. Fantastik. Okej, ç'u më thoya? Ndryshe nga procedurat e tjera si lazerit, normalisht plekseri është vetëm në sipërfaqe të lëkurës dhe stimulon prodhim kolagjenit dhe elastine. Lazerit për shembull mund ndonjëherë nëse nuk je ekspert në atë aparaturë mund të përçosh energji dhe më shumë se ç'duhet, domethënë ke një risk, ndërsa plekseri nuk riskon fare, është i programuar që të jetë vetëm në sipërfaqe të lëkurës. Nuk ka efekte anësore apo dëmtime gjatë trajtimit. Për pjesën gjatë trajtimit, normalisht duhen profesionistë që të janë të trajnuar për ta kryer si procedurë, por nuk ka një risk që ti mund ta dëmtosh për të shkuar më tej. Prandaj është shumë efikase dhe që bëhet edhe për pjesën e zonës rreth syve, pjesën lart të syve që zvendçon dhe blefaroplastikën. Dhe është një ndër trajtimet të kërkuara, le të themi, dhe shumë efikase. Mirë, Regjana, i fuzë edhe pak full screen këto që në mënyrë her pas here që ti shijojnë ato që do e shohin intervistën në YouTube, sepse janë realisht pamje mahnice se si një zonjë mund të rinohet. Dhe unë këtë dua ta them, mund të bëjmë pak losh, por dua ta them gjatë gjithë programit, janë minus 15-20 vite dhe thon kjo. Domethënë këtë e ka mund si thirrje, ti s'ke asnjë përgjegjësie. Thën kjo boll investuat tek dashnoret më të reja, sepse burrat kanë një tendencë për gjë dashnore më të reja. Por merrni gruan dhe çojeni tek Ayana Clinic dhe të bëj këtë trajtimin se bolli 10 lekë dashnoreve, pra gocave të botës, dhe bëjni gruan tuaj më të re. Kush vjen më shpesh te kjo? Vin meshkuj? Pra kjo është një trajtim që mund të bëhet edhe nga meshkuj? Po patjetër. Nga të gjithë. Po, është një trajtim që aplikohet edhe tek meshkujt dhe te femrat pa asnjë lloj problemi. Në momentin që ne kemi probleme me duke filluar jo vetëm me rrullat e thella, po dhe me pjesën e ku kemi lëkurë të tepërt, por përdor gjithashtu edhe për pjesën e shenjave posakne. Për strijat, le të themi, domethënë kemi një lloj përmirësimi në strijat. Përdor edhe për njollat, për hiperpigmentime, patjetër që po. Nëse kemi nevojë për eliminimin e nishaneve që duhen hequr, patjetër që na ndihmon plekseri dhe për këtë gjë. Domethënë nuk është vetëm për pjesën e rrullave, por është edhe për shumë trajtime të tjera të gjëra. Kështu që mund të përdoret nga shumë. Ka pasur burra që kanë ardhur në klinikën tuaj? Po patjetër. Madje djem tani janë ndërgjegjësuar. Dhe mund të krejmë trajtimet anti-rull pa problem. Ky është një trajtim që mund të bëhet, domethënë, cila është mosha më e ulët që mund të aplikoni këtë trajtim? Në momentin pra një 30 vjeçar ose 30 vjeçare që ka një lëkurë të rënë, shumë rrudha, me njolla dielli. Mund të bëhet, prandaj varet pasi nga pjesa se si ti mund ta punosh. Normalisht në momentin full face e bëjnë në mosha që janë mbi 40 vjeçë, do thotë ka nevojë për një lifting në total face, në total fytyrën, ndërsa njerëz pastaj pjesa që janë më të rinj normalisht për zona specifike mund ta kryejnë si procedurë, më shpesh le të themi që mund të bëhet edhe në moshën 30 vjeç, është zona lart e syve, e kapakëve të syrit, që mund të bëhet më shpesh si rrull në atë zonë ose tepris të lëkurës. Kështu që mund të aplikohet pa problem
Gjithashtu në momentin që kemi njolla që mund të jenë edhe ose shenjat posakne që mund të jenë edhe më të rinë në moshë, mund të aplikohet ka të mënyrën e vet të përdorimit, të aplikimit, por që mund të bëhet. Nëse duam të japim edhe thjesht një rigjenerim në Total Face, mund të kryhet pa problem. Tani më shohë një kuriozitet, ka pasur nëse e kam vetëm. Ka pasur meshkuj burra që e kanë sjellë gruan me duar të veta tek Ajana Klinik dhe të kanë thënë i kanë thënë stafit aty marinoni gruan, e dua më të re. Pra ndodh që burri të sjellë gruan në klinikën tuaj për të bërë plekser? Mund të ndodh, por më shpesh kemi goca që sjellin burrat. Gocat që sjellin burrat, vërtet? Po, patjetër. Për plekser? Po. Sepse mendoj që megjithëse dhe djem tani janë shumë të informuar për trajtimet estetike, femrat janë gjithmonë më kërkuese ndaj inovacionet më të reja, kështu që normalisht mund të thonë që shikoj se kam gjetë zgjidhje. Domethënë vinë të sikletosur aty kur i sillin gratë, janë të bindur, kanë frikë se e diti që meshkujt janë shumë frikatsak ndaj këtyre gjërave të vogla. Po, janë shumë frikatsak në fakt. Por normalisht shpjegohet çdo procedurë, shpjegohet çdo ecuri, i shpjegon dhe rezultatin ose tregon dhe rezultatin. E pret gruaja aty dhe si çfarë komentesh merr kur e shohin burrin e tyre pasi ka bërë plekser? Komente pozitive normalisht, sepse po vjen për një trajtim që të bëhet shumë më mirë, kështu që të ndihet mirë me veten edhe të eliminojmë rrullat, në këtë rast me plekserin. Për këtë trajtimi që të rënon diku tek 10 ose 20 vite, të paktën është një trajtim duke qenë se aparatura që ju posedoni dhe keni sjellë në klinikën tuaj është një aparaturë e teknologjisë së fundit, është një shërbim shumë i shtrenjtë që do të marrësh kredi për ta bërë apo është i përballueshëm nga të gjithë? Jo, mendoj që është shumë i përballueshëm për pjesën e rezultatit që jep, është shumë i përballueshëm si Total Fytyrën. Të gjithë mund ta përballojnë një trajtim të tillë. Mund ta përballojnë, mund të them që mund ta përballojnë sepse nëse mund t'i futen kirurgjisë është 5 fish më shumë, kështu që mendoj që për rezultatet që jep vërtet ja vlen dhe është shumë e përballueshme. Qartë, çfarë të thonë kryesisht zonjat që janë mbi 50, se patjetër mund të ndodhi që mund të ndodhi, po ndodh shpesh edhe për shkak të jetës që kanë bërë, sakrificave, një fytyrë të varur, me njolla, me rrudha, kur dalin që aty ka pasur ndonjë rast edhe kanë qarë që se kanë besuar? Po, në fakt, janë shumë të lumtura dhe mua më gëzon shumë fakti që në çdo pacient shprehin atë lumturinë, domethënë për shkak se unë e pëlqej shumë këtë procedurë, është sepse kam ndjekjen e pacientit dhe është shumë e afërt me pacientin, që do thotë ti ato 7 ditë komunikojnë gjatë gjithë kohës, e pyet se si je, më dërgoj një foto sot si ndjesh, më trego pak korret, si po ecën ajo procesi i rënjes së korres dhe gradualisht e shikon rezultatin derisa ato largohen plotësisht dhe kam edhe një afrimitet shumë të madh me pacientin automatikisht sepse të ndodh gjatë procedurës dhe në momentin që shikon rezultatin faleminderit, të lumshin duart, domethënë ke shumë urime dhe të jep një lloj kënaqësie shumë të madhe. Interesante. Zonja dhe zotrinj, siç e thash, pra për të gjithë burrat që kërkojnë vajza të reja rreth qark, investoni te gruaja juaj. Është një trajtim ai aksesueshëm për të gjithë në aspektin financiar dhe nuk ka nevojë të prisni biletën e avionit për të udhëtuar në Europë, por Ajana Klinik ka sjellë këtë surprizë teknologjike të fjalës së fundit të teknologjisë ku mund të bëni trajtimin plekser që rinon jo vetëm gruan tuaj, por edhe ju mund t'ju rinoj 10 ose 15 vite dhe mund të dukeni më të ri. Për ju që po na dëgjoni tashmë në radio dhe jeni kurioz, mjafton të shkoni tek Instagrami Ajana Klinik dhe të shihni rezultatet, jam mahnitse, por gjithashtu shumë shpejt këtë intervistë do e gjeni në YouTube. Nuk kemi mbaruar ende. Mos mendoj që shpëtoj me kaq, se kam shumë kuriozitete të tjera. Shkojmë edhe një herë në reklamë dhe rikthehemi shumë shpejt. Jemi me Gjeni Pietri nga Ajana Klinik, klinika e njohur për shqiptarët, që në fakt shumë personazhe të njohur, por edhe kur unë vi aty shoh edhe shumë shqiptarë që kthehen nga jashtë, edhe gjatë verës ose gjatë vitit të ri, përveç atyre vendas patjetër që ju zgjedhin edhe ju besojnë, edhe për këtë ju komplimentoj për besimin që keni arritur tek
tek klientët që vinë tek të gjithë ata që zgjidhen në Ajana Klinik. Thënë kjo, për ta perifrazuar edhe një herë se është shumë e rëndësishme ajo që ne po diskutojmë sot, se sa lart ka shkuar teknologjia dhe fjala e fundit e teknologjisë në aspektin e trajtimeve estetike për trajtimin plekser. Videot ne i pam në program, ju i keni publikuar në Instagramin tuaj, gjithashtu se si të rinojnë, pra është vetëm fjalë që mund të thuhet në këtë rast. Rinia, njerëzit luftojnë për të, e kanë dëgjuar shpesh, por edhe nuk kanë marrë rezultate, ndërsa këtë herë kemi të faktuar se si zonja që ka ardhur në klinikën tuaj, që ka pranuar të dalë me fytyrë, pa e pasur as pak kompleks, nga afër 60 duket si 40 gati. Domethënë kjo është gjë shumë e mirë. Thënë kjo, për të bërë dhe 2-3 kuriozitete të tjera, se gjatë programit më kanë shkruar shumë dëgjues, ato që kanë probleme ose më saktë që kanë pasur një rini me shumë akne ose siç e themi ne në përditshmëri me shumë pulshra dhe kanë lënë gropa, njolla në fytyrën e tyre, mund ta bëjnë të trajtim plekser dhe sa i ndihmon? Po patjetër, gjithmonë kuron dhe këtë pjesë eliminon të gjitha shenjat të cicatricet, jo vetëm nga shenja që mund të lënë një akne, por edhe nëse kemi një shenjë cicatrice nga një operacion. Kështu që është vërtet rezultative, ndihmon shumë. Thjesht mund të doj 2-3 deri në 3 seanca në varësi të shenjave që ne e vintetojmë, domethënë e shikojmë se sa mund të ketë nevojë. Por që mund të bëhet, patjetër që po. Nëse zgjen të bëjmë trajtimin plekser, është një trajtim që më pas kërkon të rish në shtëpi, të kërkon të rish izoluar, shumë gjurmë në fytyrë që ti ke bërë trajtim, se ka njerëz që e kanë komplekse, pra edhe kur bën një mes de terapi apo ku ta di unë çfarë mund të bëjnë në fytyrë, e kanë pa problem që mund të duken pak të skuqur, çfarë ndodh kur bën plekser dhe si qëndron trajtimi për fytyrën pas kësaj seance. Dere plekseri në fakt ka 7 ditë që janë në kohë të pranishme, po. Një ditë, 2 ditë mund të jetë një edem shumë e lehtë, ndërsa ditët e tjera janë të pranishme korret. Mbas ditës së 7 korret largohen plotësisht. Më pas kemi atë lëkurën e re, lëkura është si e rozë, dhe thjesht ajo duhet pak mbrojtur derisa imuniteti i lëkurës të vinë në vete, po dhe SPF duhet të jenë shumë të mira. Normalisht ne i shoqërojmë dhe me SPF, të jenë të gjitha filtrat mbrojtës UVA-UVB dhe mund ta riaplikojnë disa herë në ditë për mbrojtje që mos marrin hiperpigmentim. Shumë pacient nuk e kanë fare kompleks që mund të dalin dhe me kore, të paktën kur bëjnë dhe zonat caktuara. Pjesa tjetër pastaj normalisht e kanë pak kompleks dhe mund t'ju duhet një 7 ditë që të jenë në shtëpi. Mirë, me që jemi në minutët e fundit të intervistës, përfitojmë pak nga koha, nga minutazhi, çfarë trajtimesh janë në trend tashmë në botën estetike, kryesisht në Ajana Klinik, çfarë bëhet më shumë këtë periudhë? Me thënë të drejtën tani, e para në mjekësinë estetike, po përveç pleksit, janë të gjitha trajtimet inovacionit, domethënë, të bukurës natyrale. Normalisht janë trajtimet që janë pa kirurgji dhe një bukuri shumë natyrale me booster, me mezoterapi, me susta kolagjenit jumper, thjesht procedura ose produkte që stimulojnë prodhimin e kolagjenit dhe të elastinës, pa futur një produkt tjetër të huaj, le të themi. Kështu që dhe së fundmi kjo është më trend edhe mendoj që e bukura këtu do synoj dhe të gjithë do kërkojnë diçka shumë natyrale. Dhe më përmendë susta jumper, janë shumë në trend, edhe përdoren shumë. Çfarë i bëjnë fytyrës ato, se duket sikur shkëlqen fytyra pas susave jumper? Në fakt, në momentin që ato implementohen, kanë stimulojnë prodhimin e kolagjenit dhe elastinës, ka një mënyrë hidrolizimi, le të themi tretje shumë graduale, dhe përderisa ato kanë një tretje shumë graduale, ti e ke shumë kohë duke aktivizuar kolagjenin dhe elastinën dhe zgjat më shumë në kohë si efekt. Nëse ti bën një booster, një mezoterapi që mund të zgjat pak më pak në kohë, jumperi zgjat më shumë në kohë. Kështu që ti gjithmonë ndjen lëkurën më të hidratuar, më me shkëlqim dhe duket vërtet një ndryshim natyral. Nëse më parë klinikat e trajtimit estetik ishin tërësisht një terren i pashkelur edhe i frikshëm për gjininë maskullore, sot mund të themi që është në rritje numri i meshkujve që zgjedhin klinikat estetike për të bërë trajtime për fytyrën? Patjetër që po. Në fillimet është goxha në rritje? Është shumë në rritje, mbaj mend sepse në këtë fushë po bëj diku 7 vite dhe në fillim mund kisha shumë pak meshkuj që kërkonin trajtimet
dhe ishin shumë në siklet, le të themi, ndërsa tani janë shumë meshkuj, ndonjëherë them më shumë meshkuj se sa femra. Vërtet? Domethënë vërtet është kanë filluar të kujdesen shumë për veten edhe të kenë këtë bold sensin për të njohur më shumë të bukurën, normalisht natyrale, pa ka raste për të mirëmbajtur. Ka raste që mund të vi dhe burri dhe gruaja bashk dhe ndahen në dhoma të ndryshme për trajtime të ndryshme? Po, patjetër që po. Që janë të mirëpritur edhe meshkujt edhe femrat. Qartë, interesante. Zonja dhe zotrin, folëm sot në program për trajtimin plekser, risia më e fundit në Ajana Klinik, fjala fundit e teknologjisë, e cila në vetëm 60 minuta ose pak më shumë se 60 minuta, vetëm një seancë kryesisht në rastet më të shpeshta, në raste shumë të rralla më shumë se një seancë, mund të rinoni veten tuaj, siç e keni parë gjatë gjithë programit në pamje, por edhe shkurtimisht, ku mund t'ju gjej njerëzit? Ajana Klinik në Instagram dhe fizikisht ne ndodhemi te Komune e Parisit, rruga Bilal Golemi. Kështu që lehtësisht mund të gjeni aty, ose siç bën njerëzit sot në Instagram, një mesazh, një numër telefoni, siç e keni të gjitha të dhëna aty. Ajana Klinik, zonja dhe zotrinj, folëm për këtë trajtim super të avancuar sot në Live from Tirana. Të falenderoj. Madje tani që mendoj, ishte shumë interesante për të gjithë ato që postojnë mamat e tyre për festën e gruas, që këtu në Shqipëri njihet si festa e nënës, t'ja bëjnë dhuratë. Kam shumë rezervime në fakt nga gocat që ja bëjmë mamit, për festat nëntorit dhe dhjetorit, sepse kam pak edhe kohën e pushimit që kthehen dhe nga jashtë gocat, kështu që po kam shumë rezervime në fakt. Çoni mamat, çoni gjyshet, çoni gruan tuaj aty për të bërë plekser, mos harxhoni lek lart e poshtë tek dashnore, se fundja për ato lek ju duan, dhe investoni sa vëre, ose unë jam pak shumë. Dhe investoni tek familja dhe mbi të gjitha gra investoni tek vetja, sepse realisht trajtimi është super i lirë dhe mund të përballohet nga të gjithë. Nuk kam nevojë të prisë bileta avioni për të shkuar jashtë Shqipërisë apo për menduar që është mirë euro. Është shumë i lirë. Ajana Klinik, Gjeni Pietri, mirë se erdhe. Ishte kënaqësi, domethënë, që ishte në Live from Tirana, të uroj një të hënë të mbar në vazhdim me javë të bukur gjithashtu. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi vërtet. Mirë, ne Uizi, çfarë bëjmë tani? Shkojmë në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. Ju falenderuar të gjithë për vëmendjen e treguar sot në Live from Tirana. I kemi bërë të gjithë detyrat e shtëpisë, por mos harroni, kemi një tjetër gjë shumë të rëndësishme, sepse ky është muaji kuqezi. Ndaj, siç ju e dini, digital, platforma televizive të gjithë shqiptarëve, jo vetëm ju surprizon gjatë gjithë vitit, por kryesisht në nëntorin kuqezi sjell një super ofertë për ju. Kështu që Digital, duke festuar muajin e kombit, gjatë gjithë muajit nëntor mund të përfitoni ulje çmimesh deri në 30% për abonime 12 mujore në ofertën fantastike Red and Black, sepse Digital është platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Shkoni në digital.al ose në pikën tuaj fizike më të afërt të Digital në qytetin apo lagjen ku jetoni. Biletat për Portokallini shpërndam. Të ftuar sot kishim kryetaren më të re të Bashkisë së Vlorës, pak më parë folëm me Gjeni nga Ajana Klinik. Çfarë na ka ngelur tjetër për të bërë Uizi? Të ikim, thot Uizi. Po ku të ikim? Ja ikim. Çfarë do bëjmë? Ja ikim, Uizi. Jem një ide, çfarë do bëjmë? Ja ikim. Apo do punojmë për program? Do punojmë për nesër. Mirë, unë po ikim, por ju mos ikni nga Top Albania Radio, sepse muzika e mirë dhe programacioni i mirë vijon, po e mbyll, sepse po fillon të më merret goja, se tash njëri jam dhe unë 120 minuta live, nuk e bëjnë dot gjithë. Ridëgjojmë nesër, deri atëherë nga unë Ronalda. Wow, sa bukur me që po flitet këtë cover dall për ligjin e barazisë gjinore. Ronaldo jam. Ridëgjojmë nesër, deri atëherë, bëfshit qef.